keni ndëgju kryeministrin Washington kur e pyet gazetarja, thotë ju jeni demokraci multietnike. Ajo për t'i dhënë mundësi që të lëvdrohet. Dhe i thotë, po, jemi demokraci multietnike, po jemi 2/3 Maqedonës dhe të tjerët, shqiptar, turq, rom, serb. Kjo logjika, koncepti i marrëveshjes tyne, që e kanë bë Mickovski dhe Zaev në vitin 2022-2023, me ndërmjetësim të oligarkisë. Ata janë ul, edhe kanë thënë, tash do e bëjmë këtë punë, se kjo po del prej kontrolle. Shqiptarët, përveç që politikisht u forcun shumë, morën kryeministrin, ministrin e jashtëm të financave, drejtori e kështu me radhë, kanë hyrë thot në dinamikat ekonomike. Njëri prej atyve në takim atje një oligark thot, një opinionist pak, thot dola të blej banesë në Shkup, gjithë ndërtuesit ishin shqiptarë. Thot ata ndërtimtarinë e kanë marrë, po i morën edhe sektoret tjera, energjetike, tjera ne e humbëm shtetin. Me çfarë logjike llogaritën shqiptarë, si trupi huaj, jo si pas qytetar me cilën dojmë fatin, që jemi besatu për të mire për keq të ndihmojmë një tjetrin.